28 nëntori në Kosovë nuk shënon vetëm festën e ditës së flamurit. Sa herë vjen ky muaj, Kosova kujton daljen e parë në skenë të Ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës me 28 nëntor të vitit 1997 në Laush të Skënderajit. Ndërkaq ajo që bëri që UÇK-ja të bëjë publike aktivitetet ishte vrasja e mësuesit të shkollës së Laushës, Halit Geci, 2 ditë më parë nga forcat serbe. Recep Selimi, Daud Haradinaj dhe Muj Krasniqi kanë qenë të parët që kanë dalë për herë të parë publikisht para opinionit publik në varrimin e tij si ushtar të UÇK-s. Deklarata e UÇK-s për paraqitjen e saj të parë publike u përgatit nga vetë ushtarët e saj. Ndërkohë, 28 nëntor shënon edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Komandanti legjendar Adem Jashari sot po të ishte gjallë, do të mbushte 70 vjet. Për figurën e Adem Jasharit kanë shfaqur mendime dhe personalitete të rëndësishme. Administratori i parë ndërkombëtar i Kosovës, Bernard Kushner, ka deklaruar se po të kishte çmim Nobel për sakrificë për liri, ai do t'i takonte Adem Jasharit dhe familjes së tij. Me vendim të ish presidentit të Kosovës, Fatmir Sediu, Adem Jashari është nderuar me titullin Heroi i Kosovës.